Në pikën kufitare të Banos që lidh Maqedoninë me Serbinë, sapo zbarkoi edhe një numër e emigrantëve. Nga këtu ata do vazhdojnë për në Serbi. Siç mësojmë nga disa prej tyre, destinacioni final I tyre është Gjermania. Where are you from? I'm from Syria. Where is your destination? It's Germany. Germany. Yes. How you treated here? 1 day. On days and Yes. you move to Serbia? Yes. Yes. Thanks. Som Syrian, som engineer. Which your destination? Where will you go? We go to Germany for we need a school, a health. Yeah. How do you stay in border? 2 days. Yeah. Okay. Pika kufitare të Banoc është edhe vendi ku emigrantët nga lindja e mesme largohen nga Maqedonia në drejtim të Serbisë. Gjatë qëndrimit 10 minutash në këtë pikë, emigrantët shlodhen, ndërkohë dhe furnizohen me ujë për pije, si dhe medikamente mjekësore për të cilat kanë nevojë. Në këtë pikë kufitare, përpos vullnetarëve dhe organizatave të ndryshme që u dalin në ndihmë emigrantëve, ishte edhe doktori Abdul Selam Sabuhu, me prejardhje nga Siria, I cili vitet të tëra ka që jeton dhe vepron në Maqedoni. Ai për televizionin ton tregoi se për çka kanë nevojë më shumë emigrantët. Во главно највише се жалат на овие емигрантите, на главоболки. Emigrantët kryesisht ankohen në dhimbje koke, dhimbje të dhëmbëve, lëndime në këmbët e duar, kanë probleme shëndetësore nga moti I nxehtë me diell. Fëmijët dhe gratë më së tepër ankohen nga temperaturat e larta trupore, lodhje e tepruar, lëndime në duar e këmbë dhe ne këtu u ofrojmë ndihmën e parë dhe dezinfektimin e lëndimeve. Tu kanë vërshime breverski, namaçkovanje, dezinfeksia. Ne ishim prezente edhe gjatë një intervenimi të doktorit Abdul Selam Sabuhu, ku një fëmijë ishte I shtrirë në tokë dhe kishte nevojë për ndihmë përkatëse. Doktori në fjalë na tregoi se për çfarë bëhej fjalë dhe si duhet të reaguar. To беше epilepsia. Ishte një rast ku fëmija pati epilepsi duke rënë befas në tokë. E dini që epilepsia është smundje kronike e lindur dhe në këtë rast nuk ka barra që mund t'i ofrosh, por duhet që në mënyrë përkatëse njerëzit të mësosh se në çfarë mënyrë duhet ta shtrinë edhe t'i ofrojnë ndihmë. Ndërkohë edhe përkundër uljes së dalës së emigrantëve, gjendja e krizës vazhdon të jetë ende në fuqi. Mirpo, organizata humanitare UNHCR ka paralajmëruar se nga muaji I ardhshëm pritet fluks edhe më I madh I emigrantëve. Vetëm muajt e fundit që nga dita kur edhe ka ndryshuar ligji për azil, sipas Ministrisë të Punëve të Brendshme, janë regjistruar afro 50.000 emigrant nga vendet e lindjes së mesme.